Lumi i Bunës përpin një automjet duke marrë jetën e një djali 18 vjeçar pas një aksidenti që pësoi automjeti me të cilin udhëtonte, kurse drejtuesi i mjetit mbeti i plagosur rënd. Ky është bilanci i aksidenti rrugor të ndodhur në aksin në rrugor Shkodër-Muriqan, ku dy makina u përplasen me njëra tjetrën në fshatin Zeu se përpasoi njëra prej tyre ka dalë nga rruga duke përfunduar në lumin Buna. Viktime këtij aksidenti mbeti pasagjeri i makinës, 18 vjeçari Shuaib Gradeci, ndërsa drejtuesi i makinës me targa Sh4160D, 54 vjeçari Simon Mjeda mundi të dalë gjallë nga makina. Drejtuesi i automjetit u dërgua menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmën e parë, ndërsa përlumbarët pas kërkimeve arritën të nxjerrin nga ujrat e lumit Buna 18 vjeçarin viktime e këtij aksidenti, si dhe makinën që përfundoi në ujrat e lumit. Policia bën me dije se drejtuesi i automjetit tjetër të përplasur ka qenë një efektiv policie i cili nuk ka pësuar asnjë dëmtim. Ende nuk dihen shkaqet që çuan në përplasjen e automjeteve, por nga inspektimet e para dyshohet se shkak për aksidentin është bërë një parakalim i gabuar i automjetit i cili ra në lumin Buna, ndërkohë që policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.